Nëse nuk antarësohemi në Bashkimin Evropian, gjysma e Maqedonisë së Veriut do të marrin pasaporta bullgare, kështu ka deklaruar lideri i opozitës maqedonaste Venko Filipçe. Çështja e BE-s, sipas tij, nuk është më çështje politike së zakonshme e qeverisë apo e opozitës, por tha se është çështje së ardhmës së shtetit dhe të popullit. Filipçe, në një emision në RTVM, paralajmëroi se ngecja në integrimin evropian përbën një rrezik serioz për të ardhmen e shtetit dhe qytetarëve të tij. Gjysma e Maqedonisë do të marrin pasaporta bullgare, do të emigrojnë, do të përdorin përfitimet e Bashkimit Evropian. Ne jemi edhe tani më pak se 1,5 milion njerëz këtu, që kanë mbetur për të jetuar në këtë shtet. Kjo është një çështje serioze. Çështja e Bashkimit Evropian nuk është më çështje politike së zakonshme, e qeverisë apo e opozitës, është çështje së ardhmës së shtetit. Filipçe i bëri thirrje qeverisë të përgjigjet se si procesi i integrimit evropian po rrezikon çështjet e identitetit. Ai tha se vendi mund të mbrojë më fuqishëm interesat e qytetarëve dhe të maqedonasëve në Bullgari vetëm si antar i Bashkimit Evropian, duke theksuar se nga jashtë kjo është më e vështirë për shkak të fuqisë dhe rregullave të shteteve anëtare. Ai shtoi se antarësimi në BE mbetet moment të kyçe dhe prioritet për vendin.